Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin On Time në televizionin Koha. Përveç se në frekuenca televizive, këtë emision gjithashtu mund të ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube dhe në Facebook. Sonte në studio kemi të ftuar kandidatin e koalicionit të AKI-s, për Aleancës Kombëtare për Integrim, për komunën e Gostivarit, zotrin Valbon Limani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma Beshan, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat të jeni me ne. Zotri Limani, përsëri zgjedhje në Gostivar, hera dytë brenda një kohë shumë të shkurtër. Fatkeqësisht pra nuk u arrit cenzusi herën e parë, pavarësisht se kishit një shumicë votash, një dallim shumë të madh me kundër kandidatin tjetër që i kishit në zgjedhje. Çfarë ndodhi faktikisht në Gostivar dhe pse nuk u arrit cenzusi? Në Gostivar, raundin e parë, do të kisha që ndodhi një fatkeqësi, sepse cenzusi nuk u arrit për një numër të vogël votash, për diku 21 vot, i cili ishte rezultati i disa rrethanave të cilat u gërshetuan dhe si rezultati asaj doli që mos ketë cenzus për 21 vota. Mendoj që vullneti popullit, vullneti qytetarëve të Gostivarit u shpreh shumë qartë, mirë po ja për fat të keq për vetëm 21 vota nuk u përmbush ai kusht të cilën e kemi këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kusht të cilën unë e kam përmendur disa herë, nuk e ka asnjë shtet përveç Maqedonisë dhe Bullgarisë, i cila ka cenzus në raundin e parë dikund 25% dhe raundin e dytë 40%, dhe kushti i cili duhet ndoshta të rishikohet në të ardhmen nga të gjithë partitë politike, ishte një gërshetim i disa rrethanave, një ndoshta i le të themi një apatisë politike apo lodhjes së njerëzve, sepse në një vit e gjys ne kemi pasur 3 cikle zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por gjithsesi kishim informata se grupet të caktuara edhe kanë dhënë urdhër që të mos dilet e të votohet, e në këtë rast me këtë numër kaq të vogël i cili mungonte, edhe ajo luajti rol. Prap do ta them, qytetarët qartazi e thanë mendimin e vet dhe dhanë verdiktin e vet, por ja që ndodhi kjo që ndodhi, ndoshta mund të them thojza një padrejtësi e madhe, sepse me gjithat kuantum votash të mos zgjidhet kryetari i komunës së Gostivarit, e nga ana tjetër me shumë më pak vota në shumë komuna mbaroi procesi zgjedhore, u zgjodhen kryetarët e komunave, mirë po këto janë rregullat, këto janë ligjet dhe besoj që tani më 11 janar do të përfundojmë këtë proces. Para se të vazhdojmë me punën e zgjedhjeve, pra me punën e platformës tuaj dhe projekteve që do t'i bëni, do të mbetim edhe pak te cenzusi. Pra, a mendoni që duhet pastrohen listat zgjedhore në mënyrë me të vërtet mirë, që mos na përsëritet kjo e njëjta për shkak se ja zhagitet procesi, mbetet komuna pa kryetar, qytetarët i vuajnë pra pasojat e kësaj. A mendoni se duhet mirën masa që njëherë për gjithmonë të pastrohet kjo dilemë dhe të mos na paraqitet përsëri kjo dukuri? Po, njëra prej thanave të cilën nuk e përmenda në pjesën e parë është edhe lista zgjedhore, e cila pak është e çuditshme, paradoksale në komunën e Gostivarit, sepse është siç e dini, në komunën e Gostivarit ne votuam për 23 këshilltar në bazë të banorëve 59.770 rezidentë, nga ana tjetër të drejtë vote kishin 82.892 votues, e cila është kështu një paradoks juridik. Në listën e votuesve normalisht ne kemi vërejtë se ka numër të madh të njerëzve të cilët kanë ndruar jetë dhe ende janë aty, dhe aty jo vetëm në kohë të fundit, por kanë ndruar jetë para 2 e 3 viteve. Dhe është e qartë se edhe gërshetimi të dhënave ndërmjet 2-3 institucioneve të cilët e kanë për detyrë pastrimin e listës zgjedhore nuk është bërë as pak si duhet, edhe kjo është një alarm apo një sinjal për autoritetet që të punohet në këtë drejtim me të vetmin qëllim që të mos ballafaqohemi me situatat këtilla ku në fund të pëson edhe qytetari, por edhe buxheti i shtetit apo i komunës. Zoti Limani, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale që u mbajtën në vitin 2025, kishit tjetër kundër kandidat nga koalicioni Vlen.
Tani shohim që kandidati është ndru, pra i keni zotrin Nevzat Beta, i cili ka qenë kryetar komune për 2 mandate dhe ka garuar edhe disa herë tjera. Pse mendoni që është ndru kandidati dhe ndjeni ju rrezik si kundër kandidati i tij për komunën e Gostivarit? Sipas ligjeve ekzistuese, në zgjedhjet e përsëritura, realisht do të jenë kandidatët e njëjtë, sepse janë të përsëritura dhe nuk është një proces i ri zgjedhor, por ja që interpretimi i organeve kompetente ishte i këtill dhe ato vendosën që të ndrojnë kandidatin. Kandidatura e re e personit në fjalë as pak nuk na brengos, në fakt edhe më tepër i ka motivuar njerëzit nga zërat të cilët dhe nga burimet që i kemi, e dim që edhe brenda Vlenit, posaçërisht nga ana e antarëve të Alternativës dhe Besës ka pasur shumë rezistencë rreth kandidimit të këtij personi, i cili është i njohur si person që kandidon për të 6-ën herë. 2 herë ka qenë, po në fakt ai 5 herë radhazi asnjëherë nuk ka fituar në zgjedhjet, sepse në vitin 2005 në raundin e dytë PDSH-a së kohë ka tërhequr kandidatin e vet në raundin e dytë dhe praktikisht ka qenë vet. Në 2009 pësoi debakëll në zgjedhjet lokale nga Rufi Osmani, edhe në 2013 me një inxhinjering kështu të mirëfillt i avjolli fitaren zotri Rufi Osmanit. Më 2017 dhe 2021 gjithashtu pësoi humbje, 2021 pësoi gjithashtu debakëll me 5600 vota, edhe faleminderit atyre të cilët në kuadër të Vlenit kanë insistuar që ky të jetë kundër kandidati ynë në komunën e Gostivarit, sepse na kanë bërë një favor, do ta them, duke ditë se është humbës i 5 fish, do ta quaj unë, në komunën e Gostivarit dhe është sinonim për të gjithë veprimet e këqija që mund një politikan në gjithë këtë periudhën e tranzicionit në shtetin ton ta bën. Zotri Limani, nga kjo studie mbrëm, zotri Beta kundër kandidati juaj drejtoi disa akuza drejt juve dhe zotrit Taravari si ish kryetar i komunës në lidhje me disa keqpërdorime, siç thonte ai. Me siguri keni ndjek edhe në preskonferencë i ka shpalos, cila është përgjigjja juaj në lidhje me ato akuza që i bënte zotri Beta? Përgjigjen time për periudhën derisa unë kam ushtruar detyrën e kryetarit të komunës, personi në fjalë do ta merr pas 12 janari, ku kam përgatitur të gjithë padit, me të cilët do të ballafaqohet dhe do duhet të përgjigjet për të gjithë shpifjet. Tani nuk do as pak të jap publicitet këtij personi, pas 11 janarit besoj që do të shifemi në gjykatë dhe atëherë e vërteta do të del në shesh për atë se kush sa ka bo keqpërdorime, kush sa është i kriminalizuar, besoj që qytetarët e Gostivarit më së miri e din. Zoti Limani, kthehemi tek ajo për cilën ju kemi thirrë faktikisht në studio dhe për atë për cilën do të votojnë qytetarët e Gostivarit më 11 janar. Çfarë i afron zotri Limani Gostivarit dhe pse qytetarët e Gostivarit duhet të votojnë juve? Mirë, në programin ton kemi një numër të madh të projekteve të cilat do ta përmirësojnë fillimisht infrastrukturën në qytet, por kemi edhe projekte të cilat kanë të bëjnë edhe me ambientin jetësor, edhe me sportin, kulturën, projekte të cilat kanë të bëjnë edhe me personat me nevoja ndryshe, si projekte të cilat janë të themi kryesore më të mëdha, do t'i kisha veçuar rikonstruimin e të rëndësishëm të bulevarit Vëllezrit Gjinoski, projekt i cili është në vijime sipër dhe me mundësi që në bashkëpunim me qytetarët të cilat kanë prona në një pjesë të këtij bulevari, me negocim dhe besoj me bashkëpunim me ato, do të arrijmë që të njëjtin ta zgjerojmë deri në fund të mandatit. Si projekti i dytë është ura tek gjykata, një projekt më veç i kompletuar në aspekt administrativ, të cilën besoj se gjatë pranverës do të nisë me punimet, në urë e re, cila do të ketë 4 korsi për vetura, 2 korsi për bicikleta dhe 2 korsi për këmbësor. Projekti i tretë të cilën kemi në plan është parkingu nëntokson në 2 nivele në afërsi të komunës Gostivarit, i cili do të ketë kapacitet prej 126 vendeve për parkim.
Edhe si projekt i 4, por projekt pak më serios dhe më i madh, është transformimi i sheshit të qytetit, ku parashofim nënkalime dhe parkinge nëntoksore në 2 nivele, por ky do të jetë një projekt pak më serios. Normal do t'i shohim të gjithë mundësitë, opsionet, edhe me ndonjë mundësi të finansimit nga ana e komunës apo nga ndonjë partneritet me fondet të cilët mund të vinë qoftë prej qeverisë, qoftë për institucioneve tjera, ose mund ta shqyrtojmë edhe mundësinë e partneritetit privato-publik me qëllim që të realizohet, sepse është një projekt i cili ka kosto pak më të madhe edhe do të duhet një periudhë më të gjatë të punohet. Zoti Limani, keni parapa diçka në lidhje me qend Endacak? Është një problem që e tangon gjithë komunat në fushën e Pollogët, që është me vërtet një rrezikshmëri shumë e madhe, sidomos për fëmijët në këto kohë dimri kur qendi bën edhe agresiv. Po, rreth problemin me qend Endacak, për të qenë i sinqert deri në fund, këtë problem çdo komunë veçmas nuk besoj se mund ta zgjidhë, sepse është një problem i cili të them transferohet prej një komune apo prej një vendbanimi në vendbanim tjetër, dhe unë mendoj që vetëm një zgjidhje për këtë është projekti të cilin e kemi përgatitur në kuadër të rajonit të Pollogut për një strehimore rajonale, ku të gjithë 9 komunat do t'i strehojnë qenë nga këto 9 komuna në këtë strehimore, dhe me këtë do të ndërpritet edhe ai zinxhiri i bartjes që në Endacak prej një qyteti apo prej një komune në komunë tjetër. Projekti është i gatshëm, edhe vendi është i caktuar në komunën e Vrapçishtit, mbetet t'i sigurojmë të holla të gjithë 9 komunat që të ndërtohet kjo strehimore rajonale, dhe me këtë besoj që ky problem të dukshëm të përmirësohet. A keni parapa diçka, zoti Limani, në lidhje me zhvillimin e artit dhe kulturës në Gostivar, pra finansimin e shoqatave kulturore, të artistëve e tjerë? Po, konform kompetencave të cilat i ka komuna e Gostivarit, ne edhe në periudhën e kaluar gjithmonë kemi qenë krah të gjithë edhe shoqatave artistike, edhe eventeve të cilat mbahen në komunën e Gostivarit. Kemi festivalin folklorik Rudina Fest ndërkombëtar, të cilën çdo vit komuna e Gostivarit e përkrah me mjete financiare. Kemi The Park Festival gjatë verës, gjithashtu i cili nga ana e komunës së Gostivarit është ndihmuar çdo vit. Kemi edhe festivalin e teatrit, Othello, e kështu me radhë, domethënë gati se të gjithë këto evente që kanë të bëjnë me kulturën në qytetin tonë, komuna e Gostivarit gjithmonë i ka përkrahur, dhe padyshim që në të ardhmen do të mundohemi që kjo përkrahje të jetë edhe më e madhe. Në lidhje me infrastrukturën, ne dim që jo vetëm Gostivari, por shumë qytete në rajon të Pollogut kanë problem me komunikacionin, pra sidomos gjatë verës, kur na vinë edhe mërgjimtarët, por edhe gjatë sezonës së dimrit. Mendohet që në Gostivar të bëhen parkingje nëntoksore apo parkingje në kate gjatë mandatit 4 vjeçar të ardhshëm? Po, njëri prej projekteve të cilën e përmenda pak më herët është projekti për parking nëntoksor me 2 nivele në afërsi të komunës së Gostivarit, me 126 vend parkime. Nga ana tjetër edhe ky transformimi i sheshit do të ketë kapacitet diku mbi 200 vende të parkimit. Paralel me këtë do të shqyrtojmë edhe parkimet zonale aty ku nuk ka, në qoftë se shohim të arsyeshme së bashku me ekspertët e komunikacionit që të rritet numri i parkimeve zonale, por shohim edhe shqyrtojmë edhe mundësitë e parkingeve në kate. Ka disa lokacione të cilat janë të përshtatshme, besoj që në këto 4 vite disa prej këtyre projekteve do të realizohen, dhe me këtë do të zbutet, le të them, problemi me vendet e parkimit në qytetin tonë. Në lidhje me, përmendet edhe më herët, me personat me nevoja të veçanta, pra dim që ka shumë vende në tretuare, në Tetov kemi edhe institucione faktikisht që nuk janë të qasshme. Zotoni para qytetarëve të Gostivarit se gjatë mandatit 4 vjeçar të ardhshëm, pra do të bëni çmos që të gjitha
rrugët, trotuarët të kenë nivelizime ku qytetarët me karroca mund të lëvizin lirshëm? Po, në fakt rikonstruimi të gjithë rrugëve i cili ka filluar prej para disa muajsh, le të them 7-8 muajsh, 10 muajsh, kur kemi filluar me realizim të projekteve, është që çdo projekt i ri i cili punohet që të sigurohet qasje edhe për personat me aftësi ndryshe dhe zotohem që do të bëjt shmos që deri në fund mandatit spaku shumica e vendeve të cilët frekuentohen apo vendet më frekuente të jenë të qasshme për ta persona. Nga ana tjetër, pa tjetër të përmendi edhe qendrën për autizëm Blue Puzzle, një qendër e cila udhëhiqet nga shoqata e prindërve me fëmijë me autizëm, por në partneritet me komunën e Gostivarit dhe me Ministrinë e Punëve Sociale, ku një pjesë të harxhimeve operative i mbulon komuna e Gostivarit. Gjithashtu kemi edhe një qendër tjetër, qendra resurse për persona me sëmundje të rralla si dhe me nevoja ndryshe, kështu që jemi munduar në periudhën e kaluar mjaft të ndihmojmë në këtë drejtim, por padyshim në të ardhmen do të shohim që kjo ndihmë të jetë edhe më e madhe. Zoti Limani, është e mbingarkuar administrata e komunës së Gostivarit? Komuna e Gostivarit për momentin mendoj që ka një numër optimal të punësuarve, ku normal çdo njeri kryen obligimet e veta konform pozitave të cilët i kanë dhe konform sistematizimit të komunës së Gostivarit. Mendoj që për momentin është një numër optimal për funksionimin normal të komunës dhe për shërbim të qytetarëve në nivelin e krejt komunës së Gostivarit. A zotoni se do të krijoni një ekip ndoshta i cili është të cilët janë ekspert në thithjen e fondeve të huaja, pasi që kemi pas shpesh ka pas kryetarë të cilët me shumë pak buxhet komunal, por me shumë fonde të huaja kanë bërë shumë punë nëpër qytetet e tyre. E zotoni se gjatë 4 viteve të ardhshme do të arrisni numrin e investimeve të huaja dhe nëse i keni të qasshme informacionet sa ka pas investime gjatë mandatit 4 vjeçar, normal edhe zotrit Taravari, po edhe kohën që keni qenë ju. Unë do të flas për momentin në këto 1 vjet e gjys. Do të thonë vijojnë, njëri është projekti IPA ndërkufitar me komunën e Vitis, diku në vlerë për 1 milion euro, do të thonë partneritet i komunës së Gostivarit dhe komunës së Vitis nga ana e Republikës së Kosovës. Gjithashtu, për momentin jemi pjesë e një projekti tjetër ku bëjnë pjesë 9 institucione nga 9 shtete të ndryshme, nga Maqedonia, Malizi, Italia, Bosnia, Hercegovina, Shqipëria, në kuadër të gjithashtu të një programi IPA Adrion, ku Gostivari është njëra prej komunave nga Republika e Maqedonisë që është pjesë e këtij projekti ndërkombëtar. Dhe në vim me sipër kemi edhe 2 aplikime, kemi një ekip shumë mirë shkëlqyer në komunën e Gostivarit i cili punon, nëse ka nevojë mund eventualisht të angazhojmë edhe ndonjë ekspert të jashtëm, por në komunën e Gostivarit, në suazat zyrës për zhvillim ekonomik lokal, ka një ekip disa vetë të cilët kanë përvojë të jashtëzakonshme në projektim, por gjithsesi edhe në thithjen e fondeve ndërkombëtare. Besoj se i shoshitëm pak a shumë këto temat për projektet dhe arsyet se pse ju garoni përsëri, do kisha dashur të dal pak në aspektin politik. Duke marrë parasysh se gjatë një viti, ndoshta vitin e fundit që keni qenë si kryetar i komunës së Gostivarit, kemi pas një qeveri ndryshe nga ajo të partisë suaj. Si ka qenë komunikimi mes juve si kryetar komune me qeverinë? Do të thonë edhe në periudhën paraprake, por edhe pastaj komunikimi ka qenë korrekt, për të qenë i sinqert. Ka pas 2 thirrje, një thirrje ne aplikuam me 13 projekte, ishte koha kur Aleanca për Shqiptarët ishte pjesë e qeverisë, e vlenit dhe qeverisë. Thirrja e dytë kapi periudhën, le të them, tranzicionit, kur kushtimisht përgatitej Aleanca që të del prej qeverie, por edhe aty aplikimet tona ishin
gjithë komplete pas një mangësi dhe gati se 95% të aplikimeve u pranuan nga ana e qeverisë, nga jo thirrja e dytë. Në përgjithësi ka qenë korekte, mund të ketë pas ndonjë moment apo ndonjë projekt i vogël i caktuar ku mund të ketë pas ngecje, me qëllim apo pa qëllim, por në përgjithësi nuk mund t'i karakterizoj si komunikim të keq, në përgjithësi ka qenë një komunikim korrekt. Si qëndron puna me bashkëpunimi, pra me Bashkimin Demokratik për integrim, pasi që në radhët AKI-s njëra partia cila ke pra e zotrit Sela, vetëm se u shkoput me njerë pas zgjedhjeve, është kompakte AKI-ja pas Selën? Në Gostivar, bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik për integrim ndoshta ka qenë ndër bashkëpunimet më të mira dhe shembull për të gjithë bashkëpunimet në të gjithë komunat ku ne garonim me kandidat të përbashkët dhe ashtu vazhdon edhe sot e kësaj dite. Nga ana tjetër edhe me një pjesë të mirë të aleancës të zotri Zjedin Selës, ata ende janë krah për krah me ne dhe vazhdojnë të japin kontribut në këtë garë, flas për komunën e Gostivarit dhe besoj se do të qëndrojnë në atë vit deri në fund, sepse betejën të cilën e kishim më 19 tetor e bëm të gjithë bashkë edhe në listat e këshilltarëve, por edhe për kandidat për kryetar komune dhe një pjesë e madhe e tyre ende qëndron në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim dhe punon bashkë me ne krah për krah deri në zgjedhjet e 11 janarit. Do të vazhdojmë të flasim edhe pak për BD-n dhe pastaj do të vazhdojmë për koalicionimet apo partneritetet tjera që mund të keni me partitë tjera më të vogla në Gostivar. Se përket BD-s, do vazhdon të funksionojë koalicioni AKI edhe pas këtyre zgjedhjeve pra mes Aleancës dhe Bashkimit Demokratik për Integrim? Po, padyshim që do të vazhdojë të funksionojë ky koalicion, ky nuk është koalicion për, le të themi, një palë zgjedhje, mendoj që është një koalicion për një proces më të gjatë i cili besoj do të jetë mirë të qytetarëve tanë dhe besoj që pas kësaj normal në varësi se si do të jenë zhvillimet politike në vend, besoj që viti 2026 nëse është vit zgjedhor me zgjedhjet e parakohshme parlamentare, do të vazhdojmë të përgatitemi për zgjedhjet e parakohshme parlamentare si Aleancë Kombëtare për Integrim. Zoti Limani, si është bashkëpunimi me partitë të komunitetit turk dhe Maqedonas? Për shkak se dim që Gostivari pra ka një numër të konsiderueshëm të banorëve turq dhe Maqedonas. Dhe dua mos e jo ka një ndikim me vërtet bukur të mirë tek zgjedhja e kryetarit të Gostivarit. Po, komunikimi është deri tani në nivel shumë të mirë, edhe me komunitetin turk, edhe me partitë turke, edhe pse s'kemi pas ndonjë koalicionim formal, le ta themi, kemi pas bashkëpunim të mirëfillt edhe në periudhën e kaluar, por edhe tani kemi kontakte të, le të themi, gati se të përditshme, pa marrë parasysh se nuk ka koalicione formale. Partitë e komunitetit turk në Gostivar po kanë lënë qytetarëve që vetë të zgjedhin se për këtë do të votojnë në zgjedhjet e 11 janarit, por në përgjithësi ka një atmosferë shumë pozitive, njëjta gjë ishte edhe më 19 tetor, sa i përket kandidaturës time për kryetar komune. Gjithashtu kemi komunikime edhe me komunitetin Maqedonas, me të dy partitë të cilat janë pjesë e Këshillit, edhe me LSDM-n edhe me VMRO-n, por e gjithë kjo më tepër në suazat të kontakteve, kështu le të themi, në linja shoqërare, miqësore, kështu me radhë, ndonjëherë edhe institucionale. Normal, për shembull, Këshilli ka pas buxhetin për ta votuar. Para vitit të ri kanë qenë komunikim për të votuar edhe unanimisht të votuar buxheti i komunës së Gostivarit, kështu që ka kontakte gati se me të gjithë partitë. Kemi arritur në fund të këtij emisioni, nëse mund të na jepni një parashikim se si pritni që të jetë rezultati i zgjedhjeve të 11 janarit. Parashikim të saktë nuk mund të jap, sepse në fakt do të varet edhe sa do të jetë jehona apo dalja e votuesve. Gjithsesi mendoj që
Fitoria e Aleancës Kombëtare për Integrim as pak nuk e vën në dyshim. Për diferencën, verdiktin do të japin populli dhe qytetarët e Gostivarit, por besoj që do gjetë një fitore binse në favorin tonë. Për në fund, nëse keni një porosi për banorët e Gostivarit, sepse duhet t'ju votojnë ato juve, kamera është e juaja, keni një hapësirë të drejtoni masës. Po, më 11 janar të gjithë ne duhet të dalim dhe të ushtrojmë të drejtën tonë të votojmë njërin prej dy kandidatëve. Unë si kandidat për kryetar komune kërkoj votën tuaj dhe kërkoj besimin tuaj me të vetmin qëllim që të gjithë së bashku me ju dhe me Gostivarin zemër, Gostivarin ta bëjmë një vend më të mirë për të jetuar. Zoti Limoni, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit dhe juve, faleminderit dhe kënaqësi. Të nderuar shikues, ishte kjo intervista në kuadër të emisionit On Time me kandidatin e AKI-s për komunën e Gostivarit, zotrin Valbon Limoni. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë mirupafshim.